Rastin kur Vasfia ka dalë publikisht, ne kemi bu një punë në grupe, kemi pyet gratë si e ni kur Vasfia doli publikisht. Gratë u ndihin shumë të fuqizuara. Kishte gratë që kanë thonë kur është përmend tema dhune seksuale në luftë, ne jemi detyruar të dalë prej dhomës për mos më na kuptuan ndonjë reagim anëtar të familjes. Në rastin e Vasfies kanë ndajtë dhe kanë mbrojt. Mirë po, në shumicën e rasteve familjarët kanë qenë suportiv ndaj Vasfies, familjarët të mbijetuarve tjerë, mirë po ka pasu kjo pjesa tjetër që sikur të më kishte ndodhur në familjen time, do t'i kisha vrarë me durë të mia. Domethënë, unë jam suportues për dikën tjetër, mirë po në familjen time nuk do më ndodh një gjë tillë se nuk do ta përkrah. Kjo është një që edhe komisioni duhet krejt civil kemi qenë parë matosur. Pikërisht, me durët e mia ka thonë që do ta kisha vrarë pas ndodhën familjen tem, ama dikon tjetër po suportoj. Kjo është ajo që po e them që stigma është ende shumë e madhe në shoqëri. Nëse ne kemi mu tregu përballë dikujt, atëherë mrena njerëve nuk dojnë me na prek.